Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani 2 karafila esëll çdo mëngjes dhe ja se çfarë i ndodh trupit tuaj pas 45 minutash. Karafili në përgjithësi përbëhet nga 14 deri në 20% vaj esencial. Komponenti kryesor kimik i vajit quhet eugenol, i cili gjithashtu është përgjegjës për aromën e fortë të karafilit dhe vetitë e tij të fuqishme medicinale. Në fakt, studime të shumta kanë zbuluar se përbërjet e karafilit kanë disa përfitime shëndetësore. Karafili forcon sistemin imunitar. Karafilat janë një nga ushqimet më të mira që mund të hahen për përmbajtjen e mbështetjes së imunitetit. Luhatja e tyre mund të ofrojë edhe shumë përfitime. Lulet e thata të karafilit përmbajnë komponentë që ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke rritur numrin e qelizave të bardha të gjakut në trup. Karafili do të përmirësojë tretjen. Karafili rrit sekretimin e enzimave tretëse, prandaj mund të përdoret si ilaç për çdo problem tretër. Për më tepër, karafili është i shkëlqyer në zvogëlimin e nervozizmit të stomakut, ulçrave të stomakut, nauzeve, dispepsisë, kapslëkut dhe blozën. Karafili mund të lehtësojë dhimbjet e dhëmbit. Karafili përmban eugenol, i cili ka veti anestezike. Kështu që nëse keni dhimbje dhëmbi, vendosni një karafil si për dhëmbit shqetësues, për të eliminuar sikletin derisa të shkoni tek dentisti. Nëse gjatë periudhës së natës zgjoheni të lebetitur nga problemet tuaja të dhëmbëve, atëherë mund të përdorni edhe karafilin. Karafili është një zgjidhje shumë e mirë në dobi të organizmit tuaj, e cila mund të sjellë lehtësimet e duhura për dhimbjet e dhëmbit gjatë natës. Në momentin që ndjeni dhimbjet e para, vendosni edhe disa karafil në pjesën e dhëmbit. Kështu e mbani atë derisa të lëshojë të gjithë elementet e saj ushqyes. Më pas do të keni lehtësimet e duhura dhe paraqituni tek dentisti juaj për të marrë trajtimin e specializuar. Karafili mbron mëlçinë tuaj. Karafili ka një sasi të jashtëzakonshme të lartë të antioksidantëve, të cilat janë ideale në mbrojtjen e trupit, veçanërisht të mëlçisë, nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira, citon dhe kamomil. Në fakt, një afat i gjatë, metabolizmi juaj mund të prodhojë radikale të lira dhe lipidet, ndërsa zvogëlon antioksidantën në mëlçi. Karafili mund të promovojë kështu edhe shëndetin tuaj të kockave. Karafili përmban komponentë që rrisin dëndësinë e kockave dhe janë të përfshirë në prodhimin e indeve të tyre. Sipas një studimi në kafshë, ekstrakti nga karafili i lartë në eugenol përmirëson disa tregues të osteoporozës dhe rrit fort dëndësinë e kockave. Karafili ka veti antibakteriale. Universiteti i Buenos Aires testoi karafilin kundër disa llojeve serioze të bakterieve si Staphylococcus dhe Escherichia coli. Testi tregoi se vaji esencial nga karafili është efektiv në eliminimin e këtyre bakterieve. Për më tepër, vetitë antibakteriale të karafilit madje mund të ndihmojnë në promovimin e shëndetit oral. Karafili mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Karafilet janë të përsosur për njerëzit që vuajnë nga para diabeti dhe diabeti, sepse brenda trupit ato kanë efekte të ngjashme si insulina. Sipas studimeve, karafili përmban element përbërës që rrisin marrjen e glukozës nga gjaku në qeliza, rrisin sekretimin e insulinës dhe përmirësojnë funksionet e qelizave që prodhojnë insulinë. Karafili ngadalëson koagulimin e gjakut. Karafilat përmbajnë gjithashtu eugenol, një tjetër përbërës aktiv mbreslënës. Sipas studimeve, aketil eugenol është një frenues i fuqishëm i trombocideve, që do të thotë se parandalon grumbullimin e trombocideve në gjak. Grumbullimi i trombocideve është një faktor që çon në formimin e mpikses së gjakut ose një trombi, dhe karafili është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Karafili është njerëzve që përdoret shumë shpesh, por të paktë janë ata që i njohin të gjitha përparësitë shëndetësore. Po se ushqimi dhuron një shije të veçantë, karafili mund të bëjë çuditëra për shëndetin tuaj. Përgjatë gjithë historisë së njerëzimit, karafili është njohur për vetitë e tij të jashtëzakonshme. Kokrat e karafilit përmbajnë flavonoide, taninë dhe përbërës shumë të dobishëm, mes të cilëve eugenol, substanca me fuqi analgjetike të kësaj erëze. Në mesjet quhet edhe ilaçi për të gjitha të këqijat.
Gonxhat e mrekullueshme të karafilit ngjyrë kafe përmbajnë vitaminën A, C dhe K, beta-karoten, mineralet të magnezit, hekurit, manganit, kaliumit, madje edhe seleniumit. Karafili ka veti të mira edhe për shëndetin tuaj. Ai njihet për anti-inflamatorët që përmban. Kokrat e karafilit lehtësojnë inflamacionin në gojë, në mishrat e dhëmbëve afte, në stomatite dhe dhimbje të fytit. Në këto raste duhet të mbahet në gojë një karafil si karamele dhe përdoret edhe si çaj për të bërë gargar për të evituar këto shqetësime. Ai ndihmon edhe me tretjen. Të pasura me fibra, gonxhet parandalojnë kapslla kundërkohë që nxisin prodhimin e enzimave ndihmëse për sa i përket realizimit të procesit të tretjes. Që karafilit ju ndihmoj sa më shumë në tretje, e mira është që ta konsumoni në formë pluri ose të përzierë me mjalë. Kundër erës së keqe të gojës. Nëse keni një takim të rëndësishëm, përtypni një karafil. Është shumë efikas edhe në rastin kur keni ngrënë hudhër. Ai është plot me antioksidant. Një tjetër dobi është se kokrat e karafilit janë 80 herë më të pasur me antioksidant se një mollë, kështu që konsumi i këtyre kokrave ndihmon në luftën kundër plakjes dhe qelizave. Ai lehtëson dhimbjet e dhëmbëve. Vaji esencial i karafilit është një ilaç i shkëlqyer natyral, pra në vendi ku keni dhimbje dhe prisni për disa minuta. Nëse keni dhimbje koke, përdorni karafilin. Përtypja e disa kokrave të karafilit ose çaji i tyre është një mënyrë e shkëlqyer për të lehtësuar dhimbjen e kokës dhe për të parandaluar lodhjen mendore. Ai njihet si një afrodiziak. Kokrat e karafilit janë konfirmuar për fuqinë e tyre afrodiziake, gjithashtu japin fuqi afrodiziake çdo pjatë me të cilën shërbehet. Ai njihet si një antimikrobik. Çaji i kësaj erëze përdoret për të luftuar mykun e lëkurës, shpesh së bashku me trumzën dhe koriandrin. Ka veti kundërbakteriale. Sipas një studimi në Buenos Aires, vaji i karafilit mban larg baktere si Escherichia coli dhe Staphylococcus. Gjithashtu karafili përdoret edhe për të konservuar ushqimin. Kokrat e karafilit pengojnë procesin e oksidimit të lipideve duke bërë që ushqimet të ruhen më gjatë. Ai është një produkt shumë i mirë kundër të vjellave. Kokrat e karafilit përdoren kundër të vjellave, problemeve me tretjen dhe shqetësimeve të ndryshme intestinale. Po si të përgatisni çajin e karafilit? Për këtë ju duhen 4 karafil të thatë dhe një gotë me ujë. Mbushni një çajnik me ujë, shtoni dhe kokrat e karafilit dhe vendosni të ziejë. Sapo të ziejë, mbulojini me kapak dhe e fikni zjarrin. E lini për 10 minuta derisa çaji të jetë i vakët. Kështu do të merrni përfitime të tij unike në dobi të shëndetit tuaj. Përfitimet të shumta që do të ofrojë karafili do ta bëjnë në shëndetin tuaj gjithashtu më të veçantë. Burrat dhe gratë përballen më shumë me probleme të riprodhimit, gjë që ngre ankthin tek bashkëshortët edhe në krijimin e pasardhëse të tyre. Prandaj karafili mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë dobipruese në këtë aspekt. Ato përmirësojnë sistemin imunitar. Karafilet janë ndër ushqimet më të mira që rrisin sistemin imunitar sepse rrisin numrin e qelizave të kuqe të gjakut të cilat luftojnë infeksionet. Kjo falë vitaminës C që ato përmbajnë. Karafili është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga problemet e tretjes. Përveç se përmirësojnë tretjen, falë enzimave që përmbajnë, ato reduktojnë të vjellurat, marrjen e mendve sepse janë shumë të pasur me fibra. Karafili është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që kanë dhimbje të dhëmbit. Nëse keni dhimbje dhëmbi, mjafton të vendosni një copë karafili afër tij dhe kështu do të shmangni atë brenda disa sekondave. Ato kontribojnë në një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Mëlçia është përgjegjëse për detoksifikimin e trupit dhe me konsumin e karafilit ato funksionojnë më mirë. Ato reduktojnë dhimbjet dhe inflamacionet në trup. Kjo funksionon duke i ngrënë siç janë ose duke i kombinuar në një gotë me qumësh dhe kështu do të keni benefitet e tyre më të mira unike në dobi të organizmit në të rësi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë e tu.